Rahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar shikues të televizionit Koha, mirë se vini në programin tonë të titulluar Mesazhe Ramazani 2025. Program ky i cili organizohet nga Miftinia e Tetovës. Sot në emisionin tonë kemi teologën e nderuar Elma Ceka, njëkohësisht edhe studente në Fakultetin e Shkencave Islame Shkup. Tema me të cilën do të flasim sot është bamirësia dhe solidariteti në Islam. E nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetë. Pjesë e rëndësishme e muajit të Ramazanit është sadakaja, do me thënë bamirësia. Çfarë mund të na tregoni për vlerën dhe rëndësinë e bamirësisë dhe solidaritetit në këtë muaj të bekuar? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, krijuesit të gjithësisë. Ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi vullën e pejgamberëve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begati dhe rahmeti i Allahut qoftë mbi ju. Fillimisht unë shfrytëzoj rastin të gjithë besimtarëve musliman të uroj muajin e bekuar të Ramazanit. Muajin të cilën Allahu e dalloi dhe veçoi nga muajt e tjerë. Neve e dim se muaji i bekuar i Ramazanit përfshin një numër të madh të veçorive. Ndër ato veçori që e bën të veçantë këtë muaj, nuk ka dyshim që është bamirësia dhe solidariteti në mes njerëzve. Pasi që ne si musliman nëpërmjet agjerimit, përveç se i shprehim adhurim Allahut, ne ndjejmë urinë, ndjejmë etjen, ndjenjë e cila na bën të jemi mos solidar në mes njerëzve. Muaji i Ramazanit konsiderohet si një periudhë e veçantë për çdo besimtar, për çdo musliman, sepse ky muaj nuk është vetëm një kohë kur ne distancohemi nga ushqimi dhe pija gjatë ditës, por është një periudhë e ndjeshmërisë dhe kujdesit ton ndaj atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Bamirësia dhe solidariteti janë dy vlera thelbësore të Islamit, të cilët kanë një vlerë të madhe e sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Sepse është koha kur besimtarët janë më të afruar, kur besimtarët mundohen që të bëjnë sa më shumë vepra të mira për t'u afruar tek Allahu, për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të qenë më afër atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Allahu fuqiplot na nxit që ne të jemi bamirës dhe jo ne të jemi të pakujdesshëm dhe ndaj pasurisë të cilën e kemi, për shkak se kur ne japim, kur ne ndihmojmë, kjo vetëm se neve na sjell mirësi dhe kjo do të jetë investimi jon për botën tjetër. Po ashtu neve kemi edhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na porosit që të jemi bamirës dhe të jemi sa më afër nevojtarëve. Ku hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë udhëzime të cilët na flasin për rëndësinë dhe shpërblimin e bamirësisë, për shkak se vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeri bujar, ka qenë njeri solidar, ka qenë ai i cili ka qenë më afër atyre të cilët kanë patur nevojë. Vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam solidaritetin e tij e ka shtuar edhe më tepër gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Ku në një hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: kush ja plotson nevojat vëllaut të tij, Allahu do t'ja plotësojë nevojat e tij. Kushdo që e nxjerr vëllaun e vet nga vështirësitë e dynjas, Allahu do ta nxjerr atë nga vështirësitë e ditës së gjykimit. Ne nuk duhet harruar atë se Allahu i do bamirësit, Allahu i çmon bamirësit. Saqë në ajet kuranor Allahu xhaleshanuhu potencon dhe thot: ata që japin dhe shpërndajnë është sikur kanë hyrë në tregti me Allahun. Pra ai njeri i cili jep, ai njeri i cili ndihmon, është sikur të ketë hapur një xhirologari me Allahun, xhirologari e cila do t'i shpërblejë si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson se nëpërmjet bamirësisë apo nëpërmjet sadakas, pasuria jon nuk shteret dhe nuk humbet, por ajo vetëm se shtohet. Për shkak se vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë ai i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit ka dhënë pa llogari. Ka qenë ai i cili vazhdimisht është kujdesur për rrethin dhe për shoqërinë e tij, që askush prej tyre të mos ngele i braktisur, të mos ishte në vështirësi. Dhe
Ky shembull i pejgamberit alayhi salatu wassalam padyshim që duhet të na frymëzojë të gjithëve, që t'i hapim zemrat tona, t'i hapim duart tona dhe të jemi sa më afër atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Të ndihmojmë me atë sa kemi mundësi, saqë bamirësinë ta bëjmë një mënyrë jetese për ne dhe jo vetëm një akt të rëndësishëm, jo vetëm një akt humanitar brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Për shkak se kur ne dhurojmë, kur ne ndihmojmë, ne fillimisht e lumturojmë veten tonë, ne lumturojmë edhe Allahun, e Allahu neve do të na lumturojë edhe më shumë në ditën e gjykimit. Ne vedim se sadakaja është mrekulli. Sadakaja është ajo e cila e ndryshon jetën e njeriut. Tregon një ngjarje në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, njëri nga shokët e pyetën pejgamberin alayhi salam: "Ja Resulallah, cila është e vepra më e mirë që Allahu e don shumë dhe peshon rënd tek ai?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju përgjigj duke i thënë: "Puna më e mirë pas veprave obligative, puna më e mirë pas farzeve është futja e gëzimit në zemrën e vëllaut tënd." Në hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Të jeni bamirës me atë sa keni mundësi." Dhe ne si musliman, bamirësinë nuk do ta lidhim vetëm në aspektin material, por të japësh një buzëqeshje është sadaka, të thuash një fjalë të mirë është sadaka, ta bësh një lutje për dikën në nevojë është sadaka, por ta shtrim dorën për ata të cilët janë në vështirësi, edhe kjo është sadaka. Pra, nuk duhet që ta perceptojmë atë bamirësinë vetëm në aspektin material, për shkak se në kohën ku ne sot jetojmë, me të gjithë këto begati që na ka dhënë Allahu, ka njerëz të cilët kanë nevojë për një mbështetje shpirtërore, kanë nevojë për një buzëqeshje, kanë nevojë për që dikush t'ia thotë një fjalë të mirë. Andaj, le ta bëjmë këtë si sadaka. Le të mundohemi që t'i ndihmojmë të tjerët, t'u dhurojmë buzëqeshje, t'u themi fjalë të mira, t'i mbështesim në aspektin shpirtëror dhe moral, për shkak se ka njerëz të cilët kanë më tepër nevojë për këto sesa për gjërat materiale. E nderuar, a mund të na tregoni ndonjë ndodhi në lidhje me bamirësinë që u azbut zemrat besimtarëve? Tregohet një rast se një plak i shtyrë në moshë ka lëshuar dorën për të kërkuar lëmosh, dhe afër tij kalon një djalosh i ri duke i thënë: "O babai im, të kërkoj falje sepse nuk më qelloi asgjë për të ndihmuar në aspektin material." Plaku ja ktheu duke i thënë: "O birim, me të vërtetë ti më ke dhënë aq shumë saqë sikur edhe të ma jepje pasurinë më të madhe, nuk do të më kishe bërë që ta ndjeja këtë ndjesi dhe këtë kënaqësi që ma ofrove ti." Dhe ky djalosh i ri i habitur filloi që të shikonte për shkak se ai e dinte se nuk e ndihmoi me atë që ai e kërkonte. Por plaku i tha se kishte një kohë të gjatë që dikush nuk ja kishte ofruar atë ndjesi dhe atë afërsi që ja kishte ofruar ky djalosh i vogël. Andaj kjo duhet të jetë një mësim për ne. Për shkak se sot njerëzit kanë nevojë për përkrahjen që nuk e gjejnë tek të tjerët. Sot njerëzit nuk gjejnë dashuri, nuk gjejnë mbështetje, nuk gjejnë afërsi tek të tjerët. Andaj të mundohemi që këtë ta bëjmë si sadaka, mundohemi që të jemi në mbështetje të njerëzve, të mbështetim në aspektin material, në aspektin moral, t'ju themi fjalë të mira, t'ju dhurojmë buzëqeshje, për shkak se në qoftë se ata të cilët neve i ndihmojnë, i ngrejnë duart dhe bëjnë dua tek Allahu për ne, padyshim që Allahu do t'u pranojë lutjet atyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thotë: "Veprat tona të mira do të jenë shkak që Allahu të na shpërblej në mënyrë të vazhdueshme." Ndërsa në hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Largimi i çdo pengese nga rruga është sadaka." Është transmetuar nga Aisha radiallahu anha e cila ka thënë: "Më erdhi një grua së bashku me 2 djemt e saj dhe më kërkoi lëmosh, por unë nuk kisha gjë tjetër që t'i jepja përveç se një kokë hurme. Unë ja dhurova hurmën edhe ajo e ndau përgjysëm dhe u adhuroi djemve të saj dhe për vete nuk mori fare. Dhe kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë i tregova atë që ndodhi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "Kush vepron në një situatë të ngjashme ashtu siç veproi Aisha, kjo do t'i bëhet perde e mirë nga zjarri. Të tillë duhet të jemi edhe ne. E tillë duhet të jetë edhe shoqëria jonë, duhet të jemi më të solidarizuar, duhet të jemi më human, duhet të jemi shembull në sinqeritet, në ndihmë, në bashkëpunim për një të ardhme më të mirë dhe më të ndritur. Andaj neve kemi mundësinë përpara. Jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe të mundohemi që të jemi më bujar,
të jemi më të solidarizuar, të jemi më të lidhur me nevojat e të tjerëve. Le të bëjmë bamirësi, por jo vetëm për t'i ndihmuar ata të cilët kanë nevojë për ne, por për t'i pastruar zemrat tona dhe për t'u lidhur edhe më shumë me Allahun, krijuesin e gjithësisë. Le të përpiqemi që të ndihmojmë, mirë po këto vepra të mira të mos ngelen vetëm gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, por të dhurojmë buzëqeshje, të themi fjalë të mira, të ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë për ne edhe jashtë muajit të bekuar të Ramazanit. Le të japim nga ajo që kemi, qoftë pasuri, qoftë kohë, qoftë dije, qoftë mbështetje shpirtërore dhe materiale, për shkak se vetëm në këtë mënyrë mund ta ndërtojmë një shoqëri ku mëshira dhe drejtësia mbizotrojnë dhe secili nga ne ndjen përgjegjësi për mirëqenien e tjetrit. Faleminderit. Cili do ishte mesazhi përfund për shikuesit tanë? Mesazhi që mund ta lë për fund është se Ramazani nuk është vetëm muaj e agjerimit dhe adhurimit, por Ramazani është edhe koha për të përforcuar edhe më tepër bamirësinë dhe solidaritetin në mes njerëzve. Ramazani është periudha ku ne ndjejmë urinë për t'i kuptuar nevojtarët. Është koha kur ne sakrifikojmë për t'i ndihmuar ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Dhe është koha kur ne mësojmë t'i vlerësojmë begatitë që na janë dhënë nga ana e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Në këtë muaj të bekuar, bamirësia dhe solidariteti janë veprat më të dashura tek Allahu. Kur ne japim me dorën e djathtë, duke mos e parë dora e majtë, kur ne e ushqejmë një agjërues, kur ne e lumturojmë një të varfër, kur ne e gëzojmë jetimin, këto nuk janë vetëm vepra të mira, por janë vepra të cilat ne fitojmë edhe dashurinë e Allahut dhe ne sigurojmë begati të panumërta si për këtë botë, po ashtu edhe për botën tjetër. Një hurmë të cilën mund t'ia dhurojmë dikujt si sadaka mund të jetë mburojë e zjarrit në ditën e gjykimit. Çdo copë bukë që mund ta japim, sado e vogël të na duket neve, për dikë mund të jetë vetjeta. Një lutje e sinqertë që mund të bëjmë për motrat dhe vëllezërit tonë, mund të jetë çelësi i mëshirës së Allahut fuqiplot. Kur ne dhurojmë, ne nuk dhurojmë vetëm një pjesë nga pasuria jonë, por ne japim dashuri, japim shpresë, japim besim. Unë nuk mendoj se ka diçka më të bukur se të jesh arsyeja e buzëqeshjes së dikujt. Nuk ka diçka më të mirë se të shohësh një jetim i cili gëzohet se dikush e kujtoi dhe e ndihmoi. Në këtë muaj të mëshirës, derisa ne ulemi në iftar me sofra të mbushura, le t'i kujtojmë ata të cilët i ngrejnë duart dhe kërkojnë nga mëshira e Allahut për shkak se nuk kanë asgjë tjetër. Bamirësia në këtë muaj të bekuar nuk është vetëm një akt i rëndësishëm, nuk është vetëm një akt humanitar, por është dera drejt xhenetit. Bamirësia nuk është vetëm një ndihmë, por bamirësia në këtë muaj është dritë që mbetet përgjithmonë. Bamirësia nuk është vetëm të japësh, por bamirësia është edhe investimi jon për botën tjetër. Andaj në këtë muaj të mëshirës le të bëhemi burim paqe për të tjerët. T'i ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë për ne, t'i mbështesim ata të cilët janë të braktisur, ata të cilët janë në vështirësi. Le t'i ndihmojmë dhe të kujdesemi edhe gjatë jashtë muajit të bekuar të Ramazanit. Le të bëhemi burim shprese për të tjerët dhe jo këtë ndihmën tonë, ndihma jonë për të tjerët të ngelet vetëm në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Lutim Allahun xhaleshanu që Allahu na bën për atyre të cilët do t'i ndihmojmë ata të cilët vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë. Amin. Ju faleminderit për këshillat dhe shpjegimet e vlefshme, si dhe juve shikues të nderuar për durimin që patët të na ndëgjoni deri tani. Lutim Allahun xhaleshanuhu të na pranoj agjerimin, ibadetet dhe lutjet tona. Deri në takimin ton të radhës,